Bibla nuk flet për Zotin, të paktën kështu thot Mauro Biglino. Ndoshta ju e njihni, ata që nuk e njohin, Mauro Biglino është një studiues italian i cili ka përkthyer shkrimet ebraike, pra Biblën, në gjuhën italiane. Sot do t'ju flas për këtë sepse përveç se e kam njohur personalisht, por nga një intervistë lënë nga i vitin e kaluar, pra në dhjetor të vitit të kaluar, ka patur shumë polemika të mëdha dhe unë dua që ta diskutoj që të nxjerrim një konkluzion për sa i përket atyre që bazës, si mund thuhet, sepse është baza. Baza është libri më i shitur në botë, të dini. Bibla është libri më i shitur në botë dhe unë doja të pyesja juve, kush nga ju e ka lexuar? Sepse ka shumë njerëz që janë të krishterë dhe shumë prej tyre nuk e din, ashtu siç edhe disa që janë mysliman, për shembull, që edhe ndonse janë mysliman, nuk kanë lexuar asnjë rresht të Kuranit. Pra, është mirë që të diskutohet sepse janë doktrina që të udhëzojnë dhe të diktojnë rrugën dhe ndonjëherë, po është mirë që ti ta kuptosh thelbin e një libri, sepse është diçka ose një besimi, sepse është tepër thelbësore. Si mund të ecësh ti përpara, si mund të bësh ti diçka nëse nuk je në linjë me atë, ose nëse ti nuk e kupton, të kuptosh thelbin të paktën. Pra, ndiqeni me kujdes dhe kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjni like faqes dhe videos, shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Përpara se të filloj dita dhe përpara se të fillojmë punën, doja të bëja një sintezë të shkurtër. Ky nuk është një diskutim për të ofenduar dikë apo për t'i dhënë vlerat njërit apo tjetrit. Absolutisht jo. Është thjesht një diskutim për të kuptuar. Sepse, për shembull, unë e kam lexuar Biblën. Nuk e di ju, por në familjet time ka të krishterë, ka ortodoks, ka dhe musliman. Pra, unë do të dëshiroj, siç kam lexuar edhe Kuranin, do të dëshiroja që secili prej jush të lë një koment për këtë argument. Atëre, Mauro Biglino është një miku ynë dhe është një studiues italian. Ai ka studiuar për gjuhë huaja dhe fillimisht ka njeh mirë greqishtën e vjetër, njeh mirë edhe gjuhën slave, pra ruse sepse ka studiuar rusishten, sepse donte që të kuptonte Mazoretiko, që ai mendon që është një nga librat më të vjetër se sa të tjerë. Megjithatë nuk dua të futem në altësirat e kësaj, por dua të futem tek Bibla. Si përfundim, meqense ai kishte filluar që të përkthente disa shkrime të tij dhe një nga tekstet e Biblës në ebraishte, e pan këta studiuesit dhe ata përkthyesit e Vatikanit dhe i kërkuan një takim. Shkoi në takim, bëri disa diskutime dhe kuptuan që me të vërtet Mauro dinte të përkthente dhe ishte i aftë. Pse? Sepse ai gjeti, e tha me shumë delikatesë, si thot ai vet, gjeti disa gabime që kanë bërë në libër. Kujdesë, gabime në Bibël. Dhe aty i dhanë të drejtin që ai të përkthente librat e shenjtë, ose më mirë Biblën. Dhe e dini se sa libra përktheu Mauro Biglino? 17. Dhe këto janë të publikuara me Mondadorin, që është një nga shoqëritë më të mëdha që publikon libra, dhe doja të thosha me këtë që nuk është një do si do, pra është një njeri i aftë, njeri që kupton jo vetëm gjuhën, që është tepër e rëndësishme, por kupton edhe deri ku mund të shkojë, sepse disa prej gjërave ai nuk dëshironte që t'i thoshte publikisht dhe e thot edhe mes shokëve, si për shembull mes nesh, që ato që janë shkruar në Biblën e lashtë janë shumë prej tyre janë fantazi. Dhe tani po ju them. Atëre, pikë së pari duhet të dini që sipas ti, gjithë libri, do ja u them në sintezë këtë, gjithë libri i Biblës mbahet vetëm në dy gjëra. Një që është një komandant, i quajtur Jave, dhe ky komandanti bën të pamundurën për një familje të caktuar, pra
Dhe me atë familje, që janë familje hebraike, ai bën ç'është e mundur që këta jo vetëm të mbijetojnë, por që të kenë dhe dominimin. Sepse u fal dijen, u fal mjekësin, u fal matematikën, u fal çdo gjë, por mbi të gjitha ai do që këta që të jenë njerëz me vlerë, dhe të jenë njerëz të mirë dhe të kenë dominimin. Dhe çfarë bëri? Ai përveç se kërkon që të kenë dominimin, ai bën ç'është e mundur që bën lufton me të tjerët. Një zot nuk lufton me të tjerët, siç thotë dhe Mauro Biglino. Por lufton me të tjerët që ekzistojnë. Pra, por nuk mund të quhen Jave, nuk di, thot ky Mauro Biglino. Por të gjithë këta së bashku janë Elohim. Dhe këta Elohimët janë të paktën 20, siç shkruhet në tekstet e lashta. Pra 20 prej tyre. Dhe të gjithë këta janë luftëtar. Sepse po ta lexosh Biblën, në fakt, ndaj po them sepse kam lexuar, po ta lexosh Biblën, çdo gjë që pasqyron aty është vetëm luftë. Lufton kundër atij, lufton kundër tij, dhe për Zotin aty flitet shumë pak. Tani, kush është Zoti sipas Mauro Biglinos? Mauro Biglino thot një fjalë, sepse kur e pyeta një herë, po mirë, për ty kush është Zoti, thash. Dhe më tha një fjalë. Nadir thot, unë nuk dua, më tha, që të futem në ollësira se kush është Zoti. Ndoshta ka, ndoshta nuk ka, unë nuk e di këtë. Unë kam përkthyer atë çka kam lexuar në tekstet antike, pra në Testamentin e Lashtë, Testamentin e Ri e tjerë. Pra në të gjitha këto tekste që unë kam përkthyer, thot, unë ju them atë çka kam përkthyer. Nuk di t'u them më tepër. Di, thot, sepse ka një sër studimesh që ka bërë aty dhe ka bërë libra të tërë për këtë, ku thot për shembull që ky Jahve i pëlqente që t'i çonin mish të pjekur, sepse nuk donte ta hante mishin, por i pëlqente ajo era e mishit të pjekur, dhe ç'është e vërteta, astronautët që shkojnë në hapësirë ndjejnë era që ka hapësira është tamam si mish i pjekur, është e vërtet kjo. E thonë që të gjithë astronautët, dhe është shumë e çuditshme sepse mbetet edhe në tutat e astronautëve, dhe e ndjejnë edhe ata në laborator kur kthehen astronautët që i përpunojnë këto veshjet që kanë. Pra në të gjitha këto udhëtimet, si mund të quhen, në orbit, që të gjithë astronautët thonë të njëjtën gjë, që ka një erë si mish të pjekur. Pra Mauro Biglino në libër e ka hasur këtë, kujdese, e ka hasur këtë që është shkruar 2000 vite më parë. Pra, në ato shkrime që është shkruar 2000 vite më parë, ai e tregon sot. Sepse era e mishit të pjekur, ai si mund të quhesh, eksitoi. Jahve eksitoi me erën e mishit të pjekur. Dhe kishte një mantel, si mund të quhet, një kapot me një fjalë që zhdukej dhe dukej, apo me anë të një bastuni, ai prekte dikë dhe e shkrinte, ose si mund të quhet, e bëj tër plag ose DJ. Dhe kjo, në qoftë se keni vënë në filmin për shembull Stargate, që bëjnë me atë, e di që duken si fantazi, por dëgjoni me kujdes. Atë bastunin që ata drejtojnë dhe të shkrinë, sepse mendohet që kishin disa armë, si mund të quhet, armë që me energji. Pra, si pune atyre filmave me Star Wars, parafrasisht. E keni parasysh me atë energjin që shkëputet nga bastuni ose nga diçka që ka në dorë, si tip lazeri. Dhe kjo, sipas Mauro Biglinos, shkruhet në libër. Pra, është eksakt. Unë po ju them çfarë shkruan ai, çfarë lexon ai, sepse unë nuk di hebraishten dhe nuk di se çfarë ishte shkruar më përpara. Unë kam atë që lexoj, pra mund të interpretoj, kurse Mauro Biglino interpreton ato që ka kishte lexuar në gjuhët e tjera, pra në gjuhën origjinale për ta përkthyer atë në italisht. Dhe tjetra është që sipas tij, ky Elohimi, ky Jahve kërkonte nga Elohimët e tjerë, pra nga shokët e tij, si mund të quhen, që edhe ata ishin luftëtar, që të mund të kishin një
si mund të quhet, mund të kishin një marrëveshje dhe gjatë marrëveshjes menduan që të ndajnë disa territore. Pra ky është territori yt, ky është yti dhe ai tjetri është yti. Tani do të thotë në njëri nga ju, dhe kjo ka ndodhur thash 2000 vite më parë. Do thotë në njëri nga ju, po mirë tani. Ku janë këta? Sepse këtu është thelbi i gjithës saj. Ku janë këta tani, nëse ekzistonin këtu, sepse me atë çka tregohet, nuk dihet. Mauro Bilino thotë, unë nuk di, thotë, nëse vinin nga qielli, nëse ishin këtu, apo nuk di. Unë di atë që kam lexuar e përktheva. Dhe të del vetvetiu pyetja që thua, të lind pyetja dhe thua, po mirë, ku janë tani ata? Po sikur të jenë këtu, kjo është përgjigja ime personale, ndoshta e kam gabim, po sikur të jenë këtu dhe ne nuk mundemi ti njohim, sepse mund të marrin si mund të quhet, ata si shtot edhe në libër Mauro Bilino thotë që ngjasojnë me njeriun. Të paktën kështu thuhet. Por janë ndryshe. Dikush nga ju do thotë, po mi si janë ndryshe, sepse të vjen pyetja i thua, si janë ndryshe. Mund të jenë si ne, por kanë një tjetër konstruksion të trupit, pra trupi është krejt ndryshe, sepse i përket një tjetër specieje dhe janë këtu dhe dominojnë. Mund kontrollojnë çdo gjë. Kanë njerëzit e tyre sepse duke qenë prej vitesh, nëse janë këtu prej vitesh, padyshim janë ata që dominojnë, janë ata që të zgjuarit, janë ata që janë super të fortë etj. Pra, duke qenë të tillë, ata bëjnë çfarë të duan. Dhe ti nuk e kupton kurrë, nuk mund ta kuptosh. Pra kjo është përgjigjja ime. Pse nuk mund ta kuptosh? Sepse si do ta kuptosh ti nëse ty të heqin memorien? Ti si do ta kuptosh? Si do ta kuptosh ti nëse ti e ke kuptuar dikë e heqin qafe? U zhduk. Ku do ta thot ai? Pra është një kontroll, sepse nuk është një kontroll individual, një kontroll i vetëm tek njeri. Unë mendoj që është një kontroll kolektiv me anë të mendimit. Çdo të thotë kjo, nuk po flas për Zotin këtu, kujdes. Zoti për mua është diçka tjetër, por nuk janë këta individ. Pra kjo është përgjigjja ime. Dhe po thosha, mund të jenë këtu, ekzistojnë këtu, kontrollojnë vathin, delet sipas mendimit të tyre, sipas formës së tyre. Për shembull, nëse ne kemi një grup delesh apo lopësh apo viçash, ato nuk do ta kuptojnë kurrë se kush je ti, çfarë bën ti, din që je aty, u jep për të ngrënë dhe kaq. Por ti dukesh, je i dukshëm, pra ti shikon, ti mund ta bësh një gjë të tillë, mund t'i kontrollosh ata dhe pa u dukur fare, sepse ka teknologji që ti afrohesh aty dhe ti nuk të shikojnë. Pra lopa apo delet nuk të shikojnë. E bën me makineri, arrin makineri, bën çfarë të bëjnë aty, je për të ngrënë, i therr apo ku ta di unë u merr qumshin. Pra si do ta kuptoj lopa ose si do ta kuptojnë kafshët që ka diçka atje? Si? E njëjta gjë edhe me njeriu. E di që shumë prej jush do thonë, çfarë na thua më na dinemi? Ne nuk dim asgjë të botës atje jashtë. Ne njohim vetëm 5%. Ne e thot vetë shkenca, nuk është se them unë. Duke njohur vetëm 5%, si pretendon ti që njeh çdo gjë? 95% nuk e njeh. Pra, Mauro Bilino, siç thash, sepse pash intervistën mbrëm 1 orë e gjysmë dhe më kënaqi me disa informacione vërtet interesante, ku flet për ADN, flet për shumë gjëra, por unë nuk dua të zgjatem me këtë, por doja të thoshja vetëm për sa i përket Elohimit ose Jahves. Pra Jahve ishte ai që dominoi, pra ai që arriti që të mposhte edhe këta të tjerët, dhe Elohimët ishin 20, siç u thash. Kështu që në fundit, atë që thot ai mund të jetë e vërtet, por në sintezë unë bëj pyetjen, tani, kush është Zoti për ju? Tani, për këta po flasim për sa i përket asaj që shkruhet në Bibël, po unë them në sintezë, sipas jush, nëse kjo është e vërtet, kush është Zoti? Ose çfarë është Zoti? A ekziston? Kjo është pyetja në fund të këtij diskutimi. Do dëshira një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni? Pres komentin tuaj. Hajde, ju përqafoj, ditë të marrë dhe punë të marrë sot.